Të nderuar miq, në mbyllje të këtij viti do të flasim për një lajm të keq që na ka ardhur nga qyteti i Pogradecit. Një ngjarje e rëndë është zbuluar ditën e djeshme ku një 67 vjeçar është arrestuar nga policia mbi dyshimet për furdhënimin e një vajze 12 vjeçe, e cila ka mbetur shtatzën. Kanë qenë prindit e vajzës, të cilët kanë denoncuar në komisariat duke sjellë më pas edhe arrestimin e 67 vjeçarit. Ngjarja bëhet më e rëndë edhe për faktin që familjarët jashtë kamrave, sipas mediave, kanë deklaruar që me 67 vjeçarin kishin njësi dhe hyrje dalje të shpeshta në familje. Ndërkohë që për fëmijët sigurisht është një ngjarje e pabesueshme për një prind të 4 vajzave që të shkojë deri këtu për të kryer këtë makabritet. Po për të folur për këtë ngjarje në aspektin psikologjik, ne do ta kemi të ftuar dhe do ta trajtojmë me mikun e emisionit tonë psikologun Ron Kastrati. Ron, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje për ju, për stafin tuaj. Ju falenderoj për ftesën në lidhje me këtë diskutim dhe në trajtimin e kësaj tematike mjaft të ndeshme për shoqërinë. Jo vetëm që është e ndjeshme, por mendoj që duhet të ngrihet një alarm kolektiv shoqëror që të parandalojmë këtë dukuri, sepse ajo vajzë është viktim dhe mund të ketë qenë jo vetëm vajza e dikujt tjetër, mund të jetë edhe vajza ime, vajza jote, vajza e shumë njerëzve shqiptar ku jetojmë dhe veprojmë në shtetin tonë, por unë kam bindjen që këto raste përveç që mund të shkaktojnë probleme të natyrës psikologjike, akoma më kaq shtatzania e saj e thellon shumë kaq pra traumë. Kur them traumë, por në fakt po ju ndërpret, ishte shtatzania ajo që zbuloi pra ndryshimet fizike që solën qëndrimin e prindërve. Pikërisht për këtë është shumë e habitshme fakti se pse shoqëria nuk bashkëpunon dhe hesht. Kur shoqëria nuk bashkëpunon dhe hesht, atëherë këto fenomene vazhdimisht mund të jenë aktive, të fshehura, tinzare, manipulative dhe si rrjedhoi veprime të tilla jo vetëm nga ky rast, por nga shumë raste të tjera të ngjashme, nëse trajtojmë fenomenin, kuptojmë se këto raste hyn në spektrin e problemeve parafilike ose thënë konkretisht pedofilike, pra kur njerëzit kanë tërheqje seksuale, njerëzit e tillë, individë të tillë kanë tërheqje seksuale ndaj të miturve, dhe pse kanë këtë, sepse e shohin të miturin të paaftë ta konceptoj botën, të paaftë të mbrohet, të kundërshtoj, të refuzoj. Në fakt është edhe problemi mungesës së empatisë këtu. Një individ me tipare pedofilike, përveç që ka mungesë empatie, do ta shikoni edhe ju, në shumë raste e racionalizon situatën. Pra, mund vijoj me fjalit ajo ka dashur vet, nuk e kam ditur moshën, kam qenë i habitur, gjëra të tilla të cilat apo dhe kërcënime si rasti konkret që mbyllë gojën, po, pra, dhe kur them është parafilik, hyn pra në aspektin e problemeve parafilike, pedofilike, e aq më tepër akoma kur ushtron sadizëm ose dhunë, ose abuzim, ose keq trajtim seksual, e detyron të miturën, imagjinoni, pra e detyron të miturën që të kryejë marrëdhënie seksuale me të. Çfarë përbën kjo për shoqërinë tonë? A duhet të relativizohet kjo? A duhet të diskutojmë në media dhe të promovojmë teorira dhe informacione moralistike? Që themi familjeve, prindërve, njerëz të tjerë, i lutem kujdesuni për fëmijët tuaj? Jo, nuk mjafton kjo. Çfarë duhet të bëjmë? Të gjitha institucionet që janë funksionale, specifikisht drejtoritë për punë dhe mirëqenie sociale, qendrat për punë sociale, policia, prokuroria, sistemi i prokurorisë, gjitha këto duhet të jenë hallka të kyçe në shërbim të qytetarit, duke promovuar të drejtën, duke e zbatuar të drejtën
dhe zero tolerancë për personat që kanë tendenca tilla që abuzojnë, keq trajtojnë, dhunojnë të mitura, fëmijë, aq më keq akoma një 12 vjeçare apo një 13 vjeçare, e cila është në fazën fillestare zhvillimore të adoleshencës ose të pubertetit, drejt një adolescence. Tani çfarë mund të themi për traumat dhe pasojat e një fëmiu që përjeton një dhunim seksual apo një abuzim ose keqtrajtim seksual? Mund të ketë probleme të çrregullimeve identitare, të çrregullimeve stresit post-traumatik, mund të kenë probleme asociale, pastaj mund shfaqen edhe shumë probleme tjera mbi personalitetin e saj, mbi çrregullimet të cilat kanë të bëjnë me episode depresive, çrregullimet e humorit, pra një sër problemesh komplekse që do ta ndjekin gjatë shëndetit mendor. Po pra, ky lloj pedofili ndjes për këtë emocion të cilën e shfaq përballë jush, sepse do duhet të jem shumë profesional, por jam i të nditur nga ky rast, prandaj shprehem kështu, dhe nuk flas specifikisht vetëm për këtë rast, por për shumë raste tjera. Ja theksova pak më parë, ky person do të vuaj pasojat ligjore, juridike, mund të jenë edhe probleme psikiatrike, nuk dua ta justifikoj veprimin e tij. Por ju thoni që ky person, domethënë, ka probleme të atilla që mund mos kemi të bëjmë vetëm me këtë rast. Mund të ketë edhe raste tjera potenciale. Por a e kuptoni ku qëndron thelbi këtu? Është një traumë komplekse dhe një fëmijë 12 vjeçar nuk ka kapacitet të mjaftueshëm psikik për të mbrojtur ose për të krijuar barjera ose mure që t'i sfidoj këto keqtrajtime dhe abuzime, nëse nuk është në kujdesin e prindërve ose të shoqërisë. Se tani t'ja lëm punën hetuesisë dhe prokurorisë gjatë këtij procesi, mos të ndrymë aty fare, por në interesin tonë të teleshikuesve është që të kuptojmë se kjo lloj traume zhvillimore, ky problem i një ankthi, ne i themi ankthi disociativ, kjo ndjenje fajve e turpit, a do ta shoqëroj të miturën deri në fazat e mëvonshme zhvillimore, deri në stadin adult? Patjetër që po, sepse mediat janë, tema është diskutuar, njerëzit gjykojnë e paragjykojnë, madje edhe bullizojnë. E ne këtu duhet kemi kujdes të ndëruar. Pra, shoqëria çfarë duhet bëj? Vajza tani është në një proces shumë kompleks, besoj, trajtimi, dhe familja në këtë rast meriton mbështetje të parezervë nga shoqëria dhe institucionet në syrin e të miturës, në syrin e vajzës. Nuk duhet vazhdimisht t'ia risjellim në kujdes. Ndoshta do ishte më mirë që të largohej nga aty për të filluar një jetë të re në një qytet tjetër. Me mbështetjen e tij. Shumë bukur. Edhe ndryshimi i ambientit, varësisht në çfarë kushte ekonomike qëndron familja, sepse edhe sot përballemi sfidojmë problemet ekonomike, edhe kjo është esenciale. Ndryshimi i ambientit dhe ofrimi një jete sa më të kujdesshme dhe të shëndetshme madje për të miturën, në mënyrë që ajo ta kapërcej më lehtë, sepse vështirësira kemi, sfida kemi, ju thash, kjo traumë, këto epizode, këto ngjarje besin të regjistruara në psikikën tonë dhe na persekutojnë vite e vite. Kjo është nëse e vërtet. Pra, një dhunim, një keqtrajtim, një abuzim seksual mbetet në psikikën njerëzore, veçanërisht kur e përjeton në fazën e fëmijërisë dhe ajo çfarë i duhet një fëmiu të trajtohet me precizitet, profesionalizëm, përgjatë shumë seancave psikologjike, duke i kombinuar sigurisht trajtimet në mënyrë që t'i përpunoj emocionet e saj traumatike. Dhe kjo e ndihmon të jetë më reziliente ose më e aftë që t'i kapërcej këto vështirësi dhe këto kujtime të dhunshme ose sadiste. Ajo çfarë pash nga titulli, gjithmonë po i referohem titullit, pash nga titulli që ka qenë akti detyrueshëm, apo jo. Ju lutem më korrigjoni nëse nuk jam i saktë. Dhe nëse ka qenë akti detyrueshëm, atëherë automatikisht presupozojmë ose dyshojmë se
individi që e ka keshtajtuar, e ka abuzuar ose ka kryer marrëdhënie seksuale me të, dyshojmë ose supozojmë se mund të ketë natyrë sadiste, pra të dhunshme. Ashtu siç e thash, edhe një mungesë zero empatie, se të kryesh marrëdhënie seksuale me një fëmijë shkel jo vetëm ligjin, por edhe moralin e dignitetin tënd. E që i bie, presupozohet që individi lërë që nuk ka pasur as moral as dignitet, por as nuk e ka përsekutuar ose nuk e ka ndëshkuar në ndërgjegja për një veprim të tillë. Deri në atë pikë, nëse e ka menduar, le më ta bëj, pra, se këtu qëndron koncepti. Edhe nëse e ka menduar dhe nuk e ka bërë, do duhet ta përsekutonte ndërgjegja. Po ky edhe ka bërë. Kjo është sinqerisht edhe fakti që një zonë rurale u vështirë të flitet aq më tepër më për psikolog apo punonjës social apo më the të thash probleme tjera. Pra mbyllet aty për fat keq. Zonat rurale përballen me fenomene dhe probleme të tilla, sikundër heshtja, paragjykimi, stigmatizimi, cenzurat e faktorëve sociokulturor i shkaktojnë banorëve probleme, mendoj, shumë ngjyrshë, probleme këto që kanë të bëjnë me çrregullimet e shëndetit mendor, e aq më tepër akoma kur nuk i raportojnë ato fare. Pra, jo pse nuk duan, por ose kanë frikë, ose ndjejnë turp, gjykohen në mënyrë të padrejtë, nuk besojnë ndonse tek drejtësia, kanë krijuar bindjen që kjo botë është mashtruese, shteti nuk mund bëj asgjë për ta, nuk i viziton, qendrat për punë sociale ndonse nuk mund të ofrojnë shërbime të shpeshta edhe të nevojshme psikosociale ose sociale familjare për ta, patriarkiteti ose sistemi patriarkal, mentaliteti, faktorët sociokulturor, gjitha këto janë një gamë problemesh për banorët e vendeve rurale që e vuajnë fenomenin e dhunës në familje, konflikte në familje, divorcit, abuzimeve seksuale dhe shumë probleme tjera kyçe të cilat ne po i trajtojmë dhe janë shumë, domethënëse, sepse trashëgikuesit tuaj duhet të jenë dieni që rasti edhe në qoftë se dyshohet se një e mitur, përveç që ka ndryshime fizike në trup, ka një sjellje të çuditshme, ndjen ankth, është e friksuar, përjeton makse natën gjatë gjumit, ose epizode paralitike, ankse paralitike, makse paralitike, ka frikë të flas, heziton, përjeton simptoma të dridhjes, vjeshtësitjes së shpeshtë, problemeve në artikulim, se artikulim nuk mund të jetë vetëm problem organik ose neurologjik, mund të jetë edhe psikologjik, si rezultati shumë problemeve abuzuese, dhunime dhe keshtative seksuale. Dhe në këtë rast çfarë? A duhet të jeshtë familja? A duhet të dyshoj familja që një i mitur mund të jetë i prekur nga xhindët dhe demonët? Se edhe probleme të tilla kemi pra. Jo, nuk ka lidhje kjo me xhind dhe demon. Familja, po flas për gjitha rastet e përgjithshme, jo për rastin specifik, ju bëj me dije trishëguesve tuaj që nuk kam informacione të mjaftueshme për rastin, por për fenomenin, për fenomenin, çfarë duhet të bëjë familja? Të kontaktoj institucionet, të raportoj rastin, të komunikoj rastin, sepse vetëm kështu futet në procesin zinxhiror të procedurave në mënyrë që rasti të administrohet sipas kushteve dhe dispozitave institucionale. Kjo është shumë domethënëse. Nuk i fajsoj as familjarët, as prindërit, por të gjithë ne, shoqëria, mbi supe, bartim përgjegjësinë, sepse kur heshtim ose çudinë më të madhe e diskutoj vetëm 3 ditë dhe pastaj e vazhdojmë jetën, as mos dyshoni, raste të tilla pastaj mund bëjnë akoma, sepse toleranca e përforcon sjellje negative. Ju e dini shumë mirë. Ju, një dashakeqi, një dhunuesi, një keshtajtues, një një personi me probleme pedofilike ose parafilike ose perverse, e toleroni, nuk e ndëshkoni sipas dispozitave juridike, ligjeve në fuqi,
Nuk e gjykoni çfarë prisni për pedofilin tjetër pasues. Se do ta reduktoj, do ta mënjanoj, do ta shmang një veprim të tillë, toleranca proporcion sjelljen e një pedofili tjetër. Ne po flasim për një rast shumë të ndjeshëm të shoqërisë, e diskutojmë dhe nëse ky rast relativizohet, nuk mirë trajtohet, çfarë prisni për raste të tjera pasuese? Mund të ketë një natyrë të ngjashme ose ndoshta akoma më të rëndë, se tani duket sikur jemi mësuar me këto raste, por kur themi mësuar, kur themi mësuar, jemi imunizuar dhe nuk duhet ta lëm shoqërinë të imunizohet me këto raste, sepse vrasim, e them simbolikisht, vrasim të armën e fëmijëve tanë, që ndërmë në një ambient të pasigurt. Dhe kur qëndron në një ambient të pasigurt, sa do të jesh i qetur mik kur shkon tek parku dhe pi një kafe me bashkëshortën tënde, dhe kur sheh vajzën ose fëmijën tënd që loz me fëmijë të tjerë ose ka shkuar në një cep dhe i afrohet një i moshuar ose i afrohet një burr i çuditshëm dhe i dhuron një lodër ose e përkthel. Çfarë mendon ti? Çfarë mendon? Si do të veprosh ti në këtë raste? A do të jesh i sigurt? Jo, sepse ti ke në mendje që ka ndodhur një rast më parë ose ka ndodhur shumë raste të tjera, të cilat janë akoma më të ndjeshme dhe traumatike, dhe ti ikën vrap që ta shpëtosh vajzën, sepse je prind i mirë informuar. Dhe nuk them që e sulmon personin, ndoshta personi nuk ka pasur qëllime dashakeqe ndaj vajzës tënde, por ti e ruan vajzën. Ndërkohë, shoh prindër të tjerë e komentojnë këtë si e çastit ose e komentojnë si jo të rrezikshme. Duhet i bëjmë syt katër. Jemi në një epokë, jemi në një kohë ku për fëmijët tanë duhet i bëjmë syt katër. Kjo është shumë e rëndësishme. E them këtë si një mik, dashamir, familjar, dhe jo vetëm si një psikolog. Pse e them syt katër? Sepse sot fëmijët janë të cënuar nga këto fenomene. Syt katër edhe për miq që fusin në shtëpi. E pra, edhe aty duhet hetohet ky fenomen, sepse ju do thoni Ron na e bëre botën të pasigurt dhe jo të mirëqen. Bota është shumë e bukur, jeta është shumë eksperimentale, në fakt nuk kështu e shoh jetën. Jeta është eksperimentale sepse jeta të sprovon, në anën tjetër edhe të ndëshkon, dhe kur të shpërblen, pastaj sërish të ndëshkon, dhe kur të ndëshkon sërish të shpërblen, duket sikur është një cikël i pandërprer eksperiencave dhe përjetimesh, dhe kjo do të thotë që jeta nuk është besnike. Dhe pse e them këtë? Sepse në qoftë se jeta është eksperimentale, ne duhet jemi të gatshëm të mobilizuar për të papriturat, e jo të qëndrojmë komod ose të ruajmë zonën tonë të komoditetit, zonën tonë konform, dhe sa po dalim nga kjo zonë, të përballemi me ankthim. Jo, përballu me ankthim, përballu me rreziqe, sepse vetëm kështu forcon dignitetin tënd, forcon predispozitat e tua dhe mund t'i përballosh shumë lehtë vështirësitë dhe sfidat me të cilat atakohesh. E jo qëndrosh në zonën konforme të kesh frikë dalësh nga aty. Jo, përballja, rezistenca, mendjepretësia, racionalizimi ose aftësia për t'i zgjidhur problemet më lehtë dhe më mirë e bën shoqërinë të shëndetshme. Por sot çfarë? Sot ne përballemi me informacione bombastike që janë të përgënjeshtruara ose sikur gjysmë të vërtetat që janë gënjeshtra më të mëdha, përballemi me informacione që nuk kanë referenca shkencore dhe shohim prindër që ndikohen për nga ndjeshmëria që kanë dhe thonë me vete, fëmia im është i rrezikuar. Jo, u lëmtoi fillimisht informacionin, diskutoj me profesionistë të shëndetit mendor dhe pastaj mund të nxjerrësh konkluzione, por jo të fluturosh me mendime dhe të amensosh se ky informacion është i vërtet dhe fëmiu im është në rrezik. Kjo e bën shoqërinë të trazuar, mendjen e bën të kompleksuar dhe mund ta vështirësojmë jetën dhe përditshmërinë e saj pa pasur fare nevojë. Thjesht duhet të ndjekim ritmin ton. Jeta ka një kuptim në qoftë se ti krijon esencën brenda shoqërisë. Kur them esencën, ti bëu faktor brenda shoqërisë. Dhe mos prit që shoqëria do të shpërblej ty
Nëse e atje anash dhe shikon të tjerë se çfarë bëjnë. Futu në lojë, futu në eksperimente jetësore, jo duke dëmtuar të tjerë, por duke zhvilluar një jetë jo vetëm për mbijetesë, por edhe për shoqërinë pranë shoqërisë dhe duke kontribuar me aftësi dhe përgjegjësi që takojnë. Nuk ka ndonjë filozofi tjetër kjo jetë. Lëri ateistët dhe njerëz të tjerë se çfarë flasin, nuk dua t'i diskriminoj sepse ne jemi në demokraci dhe secili ka të drejtë të shprehë mendimin e tij, por nuk mendoj që jeta nuk ka kuptim. Jeta ka një kuptim, ka një kuptim ekzistencial dhe esencial për ne. Dhe nuk është jeta të vraposh pas kënaqësive sikur siç mendojnë hedonistët ose personat që mendojnë se çdo gjë që ka kuptim në jetë është kënaqësia, jo. Ne duhet kujdesim për fëmijët tanë, këto raste përbëjnë shqetësim për ne dhe ju si media që i trajtoni këtë temë ju përgëzoj për punën e palodhshme, angazhimin pasionant në fushën e gazetarisë mediatike, por që mos harroni profesionistët e shëndetit mendor duhet jenë pranë njerëzve, duke u ndihmuar, duke ofruar shërbimet cilësore në mënyrë që të kalojnë këto kriza dhe këto probleme. E gjithë jeta është psikologjike. Këtu qëndron edhe një kuptim tjetër, pra nuk është jeta vetëm organike, biologjike, fizike e kimike, ne gjatë gjithë kohës na udhëheq mendja dhe mendja nuk e ka vetëm një funksion të çenurit i vetëdijshëm, ka edhe funksione tjera të cilat ne duhet i menaxhojmë dhe duhet vetë analizojmë sfidat dhe vështirësitë të cilat atakohemi. E jo të qëndrojmë duar kryq dhe t'i themi njerëzve ku përballemi me ndonjë fatkeqësi, na e solli Zoti. Okej, Zoti ka përgjegjësi të kujdeset për ne edhe ne t'i besojmë atij. Por kur ne qëndrojmë duar kryq dhe fajsojmë Zotin për fatkeqësi që ne ndeshemi, atëherë kjo i bie që ne jemi të papërgjithshëm apo jo. Kërkoni përgjegjësi dhe kërkoni që të jeni protagonist brenda jetës tuaj në raporte të tjera, sepse kjo e bën jetën më interesante dhe shumë të leverditshme e të shëndosh në të gjitha perspektivat. Një mesazh mjaft i qartë, duke uruar që mos kemi më ngjarje të tilla. Ron, unë të falenderoj shumë për bisedën, për bashkëpunimin, për kontributin tuaj për këto çështje që kemi trajtuar këtë vit. Edhe uroj për ju, por edhe për gjithë ata që na ndjekin, një vit sa më të mbar për atë që po vjen, edhe që mos kemi më ngjarje të tilla, por gjithmonë duke dëgjuar më së miri mesazhet mjaft të qarta që ju dhat për shoqërinë. Le ta vazhdojmë deri në pafundësi kontratën tonë morale që e kemi me natyrën, me njerëzit, me të gjitha strukturat shoqërore sociale. Pse e them këtë? Se ta ruajmë këtë kontratë morale, kjo përforcon ndjenjën tonë njerëzore në mes të individit dhe shoqërisë. Por kur këto raste bëhen të shpeshta, atëherë bie që kjo kontratë po shkëputet, pra kontrata morale e shoqërisë. Dhe sikundër ne diskutojmë, por ajo çfarë unë do kërkoja nga profesionistët e shumë të jo të shëndetit mendor, por edhe të sociologjisë, qendrave punë sociale, mjekëve, pedagogëve, mësimdhënësve, duhet i përvishim mëngët dhe të jemi pjesë të rrezave multidisciplinare, diskutative, interaktive, aplikative, plan programeve të detajuara, të cilat do t'i ofronin kontribut të çmuar shoqërisë për t'i kapërcuar këto vështirësi. Ne jemi shqiptar në origjinë të lashtë në Ballkanin, në Europë. Shumë kohë më parë kemi qenë të civilizuar, mbretëri që i kemi ofruar shoqërisë dinjitet e besnikëri, ta ruajmë këtë histori të bukur që e kemi dhe t'i luftojmë këtë dukuri. Ky është mesazhi im. Faleminderit. Faleminderit ju Ron për gjithçka. Ishte kënaqësi, mirë dëgjosh.